Qumështori embël nga duart e mamit nuk ka gjë më të shishme o njerëz. Po. Tani si e bën, heth 1 kg gjysmë me qumësht, edhe heth 3 lugë me miell gruri, edhe 2 lugë me miell misri pasi i ka situr. I trazon mire dhe i vën në flakë. Kuptohet që në flakë duhet me flakë ta avash dhe trazosh gjatë gjithë kohës që të mona ngjitet brumi. Kremi në fakt. Tani po bën edhe petët për qumështorë. Pet nga poshtë mund të vësh 4-5, varet se çfarë tepsi e keni juve. Si e bën mami, aman. Po mami e bën në një mënyrë tjetër, që do me thënë gjysmën e petës e vën nga një anë e tepsisë dhe gjysmën nga ana tjetër që bashkojnë të dyja petët në mes. Metode mamit bëhet shumë i mirë, mos e pyesni. Edhe pastaj vë një pet të gjithë brenda në mes, siç e pat në aty. I hedh edhe sheqer, tani sheqer varet nga juve se sa të embël e doni, mund t'i hidhni një gotë, mund t'i hidhni më pak më shumë, edhe gjalp kuptohet. Mami i ran një 3 vezë brenda, edhe duke trazuar pasi është të bërë kremi, duke trazuar vazhdimisht vezën që të mona pritet. Kremi është gati, në pjesën e dytë do t'u tregoj si shtrohet.